10 mësime për jetën e përditshme. Psalmi 24 vargu 1 thot: Zotit i përket toka dhe të gjithë gjërat që janë mbi të, bota dhe banorët e saj. Toka është e Zotit. Toka i përket Zotit. Gjithë universi i përket Zotit. Ne jemi krijuar nga dora e Perëndis. Në fakt Zanafilla kapitulli 1 na thot Perëndia krijoi Adamin dhe Evën sipas imazhit të tij. Ndërsa ky vargu 1 na thot dhe na kujton se gjithçka që shohim dhe përjetojmë është në kontrollin sovran të Zotit. Duke mësuar këtë të vërtet, ne transferojmë perspektivën tonë mbi jetën e përditshme, duke inkurajuar njëri tjetrin të menaxhojmë burimet tona me mençuri dhe të jetojmë me mirënjohje. Kur pranojmë pronësinë e Zotit, kur pranojmë që i përkasim Zotit, kur pranojmë që ne i përkasim Zotit, ne gjejmë paqe në sigurimin dhe qëllimin e tij. Madhështia e krijimit pasqyron lavdinë e Zotit, sepse ai ka themeluar atë mbi dete dhe ka vendosur mbi ujëra. Bukuria dhe kompleksiteti i botës përreth nesh janë një dëshmi e fuqishme krijuese të Zotit. Psalmi 24:2 thot: sepse ai ka themeluar atë mbi dete dhe e ka vendosur mbi ujëra. Ky imazh na fton të mahnitemi nga ndërlikimet e krijimit, duke frymëzuar të adhurojmë krijuesin, duke marrë momente për të vlerësuar natyrën, ne mund t'i afrohemi Zotit dhe të gjejmë frymëzim në veprën e tij. Duke deklaruar pra dhe duke pranuar madhështinë e Zotit, ne kujtojmë një gjë shumë të rëndësishme. Perëndia në fakt është në kontroll, Perëndia në fakt është fuqia e vërtetë. Tek vargu 3, Perëndia thërret për shenjtëri dhe thot: kush mund të ngjitet në kodrën e Zotit, ai që ka duar të pastra dhe zemër të dëlirë. Kush mund të qëndrojë në vendin e tij të shenjtë? Pyet Psalmi 24:3. Përgjigja në fakt gjendet tek vargu 4, ai që ka duar të pastra dhe zemër të dëlirë. Kjo thirrje për shenjtëri na sfidon të shqyrtojmë jetën tonë dhe t'i përshtatim veprimet tona me standardet e Perëndisë, me kërkesat e Zotit tonë. Ndjekja e pastërtisë dhe integritetit jo vetëm që nderon Perëndin, por edhe pasuron marrëdhëniet dhe rritjen tonë personale. Bekimi i drejtësisë. Vargu 5. Ai do të marrë bekime nga Zoti dhe shfaqsim nga Perëndia i shpëtimit të tij. Të jetosh me drejtësi sjell favor dhe mbrojtje hyjnore. Kur zgjedhim të ndjekim rrugët e Perëndisë, ne i hapim vetes tonë rrugën e bekimeve të Perëndisë, të cilat mund të manifestohen në paqe, gëzim dhe përmbushje. Kjo siguri na inkurajon të qëndrojmë të palëkundur në besimin ton edhe mes sfidave. Pra vargu 5 na kujton ne se sa e rëndësishme është pastërtia, shenjtëria. Jo vetëm që ne nderojmë dhe lartësojmë Perëndin ton, por ne i hapim rrugën edhe bekimeve të Perëndisë të derdhen mbi ne. Kërkimi i fytyrës së Perëndisë. Ky është brezi i atyre që kërkojnë atë, që kërkojnë fytyrën tënde, o Perëndi i Jakobit. Kërkimi i pranisë së Perëndisë është një ndjekje gjatë gjithë jetës që na ofron me zemrën e tij. Duke i dhënë përparësi lutjes, adhurimit dhe studimit të shkrimit, ne kultivojmë një marrëdhënie më të thellë me Zotin dhe na fuqizon të lundrojmë në mençuri e hir e të jetojmë në paqe. Hyrja e mbretit të lavdisë. Ngrini kokat tuaja, o porta, që të hyjë mbreti i lavdisë. Ky imazh i gjallë përshkruan hyrjen triumfuese të Zotit në jetën tonë. Mirëpritja e tij me zemra të hapura lejon që forca dhe fitoria e tij të transferojë rrethanat tona. Është shumë e rëndësishme kjo pjesë pra, kur ne t'i kushtojmë vëmendje, kur mbreti hyn në zemrat tona, kur Perëndia hyn në zemrat tona, që të kuptojmë se sa e rëndësishme është kjo në fakt, është të lejojmë Perëndin të punojë në ne. Dhe Psalmi 24 na e thret këtë lloj vëmendje, pra që të hapim mendjen, të hapim zemrat tona. Forca e Zotit në betejat tona. Zoti i fortë dhe i fuqishëm, Zoti i fuqishëm në betejë. Zoti
përshkruhet si i fuqishëm në betejë Psalmi 24:8. Kjo siguri na kujton se nuk jemi vetëm në përpjekjet tona. Zoti lufton për ne, duke na dhënë forcë dhe guxim për të kapërcyer pengesat. Duke besuar në fuqinë e tij, ne mund të përballemi me sfidat me besim, duke e ditur se fitoria është siguruar përmes Zotit ton. Mbreti i përjetshëm i lavdisë. Tani Psalmi 24, 9 dhe 10 përsërit thirrjen për të mirëpritur mbretin e lavdisë, duke theksuar mbretërimin e tij të përjetshëm. Zoti i ushtrive, ai është mbreti i lavdisë. Kjo e vërtet na siguron sovranitetin e Perëndisë dhe na kujton edhe na siguron që sovraniteti i Perëndisë është i pandryshueshëm. Pra në një botë pa sigurie, ne mund të gjejmë stabilitet dhe shpresë në sundimin e tij të përjetshëm, duke besuar se planet e tij për ne janë të mira dhe të përsosura. Ne gjejmë gëzim kur adhurojmë Perëndin. I gjithë psalmi është një festë e madhështisë dhe fuqisë së Perëndisë. Duke na ftuar të bashkohemi në adhurim, duke ngritur zërat e zemrat tona në lavdërim, ne afrojmë veten tonë me të vërtetën se kush është Perëndia. Adhurimi nderon Perëndinë dhe freskon shpirtrat tanë, duke na mbushur me gëzim e paqe që dhe te i kalon të kuptuarin ton. Të jetosh me qëllim. Ky Psalmi 24, na thërret vëmendjen, na inkurajon gjithsecilin prej nesh dhe na fton të qëndrojmë me mendje të hapur dhe me zemër të hapur dhe duke kujtuar gjithashtu faktin që jeta jon ka një qëllim. Pra ne përmbushim thirrjen tonë dhe përjetojmë jetën e bollshme që ai na ka premtuar. Psalmi 24 na inkurajon të jetojmë me qëllim, duke njohur rolin tonë në krijimin e Perëndisë, duke përqafuar identitetin tonë si fëmijë të tij, gjejmë qëllim dhe drejtim. Jeta jon bëhet dëshmi e lavdisë së tij. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me të secilin prej jush dhe ju ftoj që me jetën tuaj të qëndroni besnik Perëndisë dhe të jepni lavdi atij. Zoti ju bekoft.